Krenaria është mëkati i parë që rrëzoi edhe engjëjt. Është ai zë i brendshëm që thotë, unë nuk kam nevojë për Zotin. Njeriu krenar nuk kërkon falje, sepse nuk pranon se gabon. Ai nuk lutet me zemër të përulur, por me mendje madhësi. Krenaria e mbyll zemrën, erson arsyen dhe e bën shpirtin të verbër ndaj së vërtetës. Ky mëkat është i rrezikshëm sepse të bind se je i drejtë edhe kur ecën në errësirë. Shumë njerëz humbën faljen jo sepse nuk u dhan mundësi, por sepse nuk u përulën kurrë. Gënjeshtra vret ngadalë shpirtin. Fillon e vogël, si mbrojtje, por përfundon si mënyrë jetese. Ai që gënjen për herë, humb ndjeshmërinë ndaj së vërtetës. Me kalimin e kohës, nuk e dallon më realitetin nga mashtrimi. Problemi më i madh është kur njeriu fillon të gënjejë edhe në lutje, duke i folur Zotit pa sinqeritet. Ky është çasti kur qielli hesht. Hipokriti duket i shenjtë jashtë, por është i kalbur brenda. Ai flet për drejtësi, por jeton pa drejtësinë. Flet për besim, por ecën pa frikë nga Zoti. Ky mëkat është i rrezikshëm sepse e mashtron jo vetëm të tjerët, por edhe vetveten. Dhuna nuk është vetëm grusht e gjak. Është fjalë që shkatron, heshtje që vret, përbuzje që thyen shpirtin. Ai që mësohet të lëndoj, humb ndjeshmërinë dhe mëshirën. Lakmia nuk mngopet kurrë. Sa më shumë merr, aq më shumë kërkon. Ajo e bën njeriun të shes shpirtin për pasuri, pushtet dhe epsh. Epshi e verbëron mendjen dhe e robëron trupin. Ai që bëhet skllav i dëshirave, humb kontrollin mbi shpirtin. Urrejtja e helmon shpirtin. Ajo lind nga plagët, por rritet nga mungesa e faljes. Ai që urren jeton i lidhur me errësirën. Xhelozia lind nga krahasimi dhe shkatron pa bërë zhurmë. Ajo e bën njeriu të gëzohet për rënjen e tjetrit. Ai që nuk fal, mbyll derën edhe për veten e tij. Mëshira është çelësi i faljes hynore. Mëkati i pafalshëm nuk është vepra, por refuzimi i pendimit. Zemra që nuk thyhet, nuk shërohet. Kur njeriu e sheh të vërtetën dhe zgjedh ta mohojë, ai nis një luftë kundër vetëdritës. Fjala e gabuar shkatërron jetë. Shpifja është thikë që vret pa u parë. Kur njeriu harroi falënderimin, zemra i bëhet gur. Mirënjohja është mburojë shpirtërore. Ky është refuzimi i vetëdijshëm i së vërtetës. Të shohësh dritën dhe të zgjedhësh errësirën. Zoti fal çdo mëkat, përveç atij që njeriu nuk e sjell kurrë në pendim. Derisa ka frym, ka shpresë. Por kur zemra ngurtësohet plotësisht, porta mund të mbyllet.